Poeti shquar Lazgush Poradeci është nderuar në Graz të Austrisë, në banesën ku ai ka jetuar për 7 vite me radhë, është vendosur një pllakë përkujtimore me emrin e tij. Lazgush Poradeci, 1899-1987, poet. Në këtë shtëpi jetoi nga viti 1927 deri më 1934, poeti shqiptar Lazar Sotir Gusho, i njohur me pseudonimin Lazgush Poradeci, i cili në vitin 1933 mori doktoraturën në romanistik në Universitetin e Grazit. Fal 2 vëllimeve poetike të botuara në vitet 1933 dhe 1937, ai konsiderohet një nga lirikët më të shquar të letërsisë shqiptare, thuhet në këtë pllakë përkujtimore. Vendosja e pllakave përkujtimore në vendet ku kanë jetuar ose punuar personalitete shqiptare në Austri ka qenë një nga prioritetet kryesore në fushën e artit, kulturës dhe kujtesës shqiptare, të përcaktuara nga ambasadori i Shqipërisë në Vjenë, Fate Velaj, që në fillim të ushtrimit të kësaj detyre, fjalën e rastit e mbajtën kryetaria e Bashkisë së Grazit, ambasadori i Shqipërisë në Vjenë, Fate Velaj, zëvendës kryetari i Bashkisë së Pogradecit Paskalino Ziko, si dhe pronari Godinës ku ka jetuar Lazgushi. Gjatë ceremonisë u lexuan gjithashtu poezi nga vepra e poetit të shquar.